raste ku po heton në mënyrë shumë intensive pikërisht këtë lloj pastrimi parash, këtë lloj skeme mafioze që po dëmton qytetarë shqiptar, po iniciohen blerja apartamentesh, po hetojnë agjenci imobiliare, se po të shohësh dhe agjencitë imobiliare janë bërë pjesë e këtij sistemi dhe normalisht ne presim se janë bërë pjesë e këtij sistemi, Jul, pasi kjo është e fortë. Pra, shiko, këto janë burime shumë konfidenciale, pra janë burime që vijnë nga prokuroria e posaçme, por po themi që ky është një lajm i mirë sepse qytetarët shqiptarë sot po shohin pra dhe po dëgjojnë jo vetëm raportet zyrtare ndërkombëtare që flasin për një situatë alarmante të pastrimit parave, të korrupsionit dhe të krimit organizuar në ndërtim. Dhe unë po ju them, po të bëni një analizë dhe po të shihni, unë kam parë për arsye të punës, kam parë që shumë nga kompanitë që sot po hetojnë me zonjën Balluku pikërisht për tenderat e rrugëve dhe jo vetëm, janë te kompanitë kryesore që kanë marrë dhe leje për ndërtimin e kullave në Tiranë. Jul, që ta sqarojmë, ta qartësojmë edhe për ata që po na ndjekin, Jul. Ti po më thua që kjo është një çështje qark i mbyllur. I marrin paratë e korrupsionit, paratë e taksapaguesve shqiptar, nëpërmjet korrupsionit, pra, por edhe nëpërmjet grabitjes u marrin pronën qytetarëve shqiptar. Dhe pronën e grabitur me ligj e investojnë me paratë që u kanë grabitur taksapaguesve shqiptar, me firmat e ndërtimit që e hapin po këta drejtor institucionesh të ndryshme dhe jo vetëm është edhe bota e krimit në këtë rast. Pra, është ky qark i mbyllur dhe që po funksionon aktualisht.